Miq Prizmos. Sot është data 2 prill dhe në çdo 2 prill, shpeshherë në mënyrë groteske, shpeshherë në mënyrë tragjike dhe shpeshherë në pjesë të historisë, përsëritet njëjti rituali për kujtimit të 2 prillit 1991, kur fëmijë gjimnazist, po dhe më të rritur dhe pjesë e njerëzve të rive dhe qendrës Shkodrës, Parrucës, u përballën me një marrëzi kriminale të fundit të një diktature dhe fillimit të një post-diktature shpeshherë të qelbur, të ngjashme me atë që ishte deri në atë kohë. 2 prilli i vitit 1991 prezanton kalimin politik nga diktatura në post-diktaturë, të cilën nuk e kemi mbaruar akoma. E zëvendësimit të komunistave enverist, njerëzve të kurtheve dhe të luftës klasave, maskareve ideologjik, me maskaret e shtrëmbërimit, plerosjes, shkatërimit në themel të demokracisë, të kalimit nga një fund diktature të shëmtuar, që na kishte lënë pa ngrënë, na kishte persekutuar, dënuar, burgosur, pushkatuar dhe internuar, izoluar të gjithë popullin, lënë pa ngrënë, në kulmin e talonet dhe në kulmin e izolimit ideologjik dhe politik, në një çmenuri tjetër idiote, pavarësisht se nuk mund të krahasohet me atë, të cilin sigurisht e shfrytëzoi Sali Berisha në 1992 për të fituar për herë të vetme në jetën e tij, sigurisht kriminale. Sali Berisha u deshën që nga 2 prilli 1991, që ishte një kurth për Shkodër, e përgatitur si nga regjimi që po ikte dhe nga ata që po vinin në pushtet. Po e përsëris këtë, dhe këtë ju ka thënë në sy edhe ai që quhet Gramoz Ruçi, këtu në Shkodër, dhe nuk i bën asgjë. Ishte një kurth i përgatitur për Shkodrën për të ndryshuar regjimin, se sigurisht me 31 mars kishin fituar PPSH-ja dhe në shkallë të gjerë. Sigurisht që u vranë ato 4 djemë, u plagosën edhe ato të tjerët që u plagosën. Sot u bëj rituali dhe pash ftyra që nuk ishin qenë kurrë në atë vend. Atë vend e kam parë vete dhe nuk ka nevojë të më tregojnë këta se kush ka qenë me 2 prill. I pari nuk është Sali Berisha, s'ka qenë kurrë në këtë vend. Është njeriu që ka përfituar. Është një kurth i ngritur nga 2 palë, po e përsëris edhe një herë, nga ata që po iknin dhe ata që po vinin. Dhe Sali Berishës ju desh nga 2 prilli 1991 në 21 janarin e 2011 të bënte një vrasje tjetër. Po me 4 vetë dhe po me të plagosur tjerë. 2 prilli 1991 dhe gjaku i derdhur në Shkodër ndryshoi pushtetin. Ja hoqi Partisë Punës Shqipërisë se nuk e meritonte. Po vazhdonte me marrëzitë e saj vrastare. Bile e kapur në kurth. Por Sali Berisha trashëgoi pikërisht atë egërsi, imoralitet, poshtërsi që kishte Partia e Punës Shqipërisë, e cila ishte gati edhe për të vrarë. Në fundin, në grahmat e fundit të saj, duke ngritur edhe kurthe, duke përgatitur ardhen e një pushteti, i cili përfaqësohesh nga Sali Berisha dhe gjithë berishkat e tjerë, të cilët në shumicën e raste pastaj u larguan nga vetë Berisha. Nga 1991 në 2011, kur Sali Berisha vret në bulevardin e Tiranës, 4 veta, siç u vranë dhe 4 veta tjerë në Shkodër, ato i shpallën, kur edhe në pushtet socialistët. Dëshmor, këta të Shkodrës i shpalli Sali Berisha dëshmorë, të gjithë tash i kujtojnë për dëshmorë të 8 njerëzit të cilët kanë vdekur duke protestuar. Duke protestuar njëra palë për një regjim që po vdiste dhe para tjetër për një regjim që ishte ngritur dhe zëvendësonte pikërisht atë regjim vrastar
të Partisë Punës Shqipërisë. Po kësaj radhe nuk ishte as Ramiz Edin, as Nexhmi Hoxhën, as Enver Hoxhën, po kishte Sali Berishën. Ishin post-komunistat shqiptarë që qëndronin atë ndërtesë. Sali Berishës ju desh nga 1991, në 2011 që të vriste edhe ai. Po përpara kishte bërë manipulimin e zgjedhjeve. Në 1996 kishte shkatruar një herë për gjithmonë zgjedhjet në Shqipëri, për të mos I pranuar më kur humbte ai. Kur, sa tjetë jeta. Kishte shkaktuar dhe kishte lejuar firma të rentiere piramidale, dhe ka shkatruar vendin, dogji vendin, shkatroi ushtrinë edhe bunat e firmat e vendit, bëri grushtin e shtetit në 98, hodhi në erë Gërdecin në 2008 dhe përsëriti mas 20 vjetësh vrasjen e ngjashme në protestë të njerëzve në 2011 në bulevardin e Tiranës kësaj radhe. Dhe sigurisht për asaj pune pastaj la dhe pushtetin. Në 2013. Sot vjen e qurravitet këtu, do të ngrihemi edhe një herë kundra diktaturës, njeriu përfaqësues numër 1 I diktaturës në Shqipëri. Përfaqësuesi numër 1, për fat të keq, njerëz që vjen keq për ato familjarët aty dhe vjen keq edhe për shumë njerëz tjerë që e kanë pasur seriozisht, po një shumicë aty as kanë qenë, as kanë pasur moshën, edhe ky veti prin atyre që s'kanë qenë në Shkodër. Atyre që sigurisht u plagosën, atyre që sigurisht dolën për të protestuar realisht kundër atij komitet partie. Kjo është fatkeqësia e madhe. Fatkeqësia e madhe e cila lidh dy data. 2 prilin 1991 me 21 janarin e 2011. Kur mos e harroni. Janë përpërlitjet e diktaturës. Të dy datat. Janë zëvendësimet, sidomos 1991, 2 prilli 1991, zëvendësimi I diktaturës me post-diktaturën. Zëvendësimi I sekretarëve të partisë, kryetarëve të degëve, njerëzve të sigurimit asaj kohe, me ata që kishin mbetur nga sigurimi për që kishin hedhur tezat e partisë. Zëvendësimi I maskareve të asaj kohës, byros politike të asaj kohës, Ramizit Nexhmijes e të tjerët, me Sali Berishën dhe të tjerët. Derisa vin ke vrasjet e bulevardit në 2011. Është një katastrofë e jashtëzakonshme, e një imoraliteti I cili shoqëron këtë vend prej 36 vitesh. Po këto dy data janë emblematike, përcaktojnë kalimet kriminale, politike dhe ideologjike në këtë vend për ta mbajtur këtë vend pikërisht e njëjta parti. Për ta zëvendësuar PPSH-n, bija jo legjitime, ajo që e shante gjithë natën nënën e saj. Partia Demokratike e Shqipërisë. Ndërkohë që ishte Partia Socialiste, bija e vërtetë e saj. Është një nga katastrofat më të mëdha që nuk I ka ndodhur vende të tjera, I ka ndodhur një vend I vogël si puna jonë dhe ka lidhje edhe me Shkodrën. Sigurisht I ka lidhje me Shkodrën, sepse pa 2 prillin e 1991 nuk do kishte ardhur kurrë në pushtet Sali Berisha dhe partia e tij. Kurrën e kurrës. Partia Demokratike me 22 mars të vitit 1992 ka ardhur si pasojë e atyre djemve që dhanë jetën dhe të plagosurve, po atyre djemve që dhanë jetën. Dhe një qyteti si Shkodra. Sigurisht të ngjarjeve të Parrucës. Të një rinie dhe një popull I cila sigurisht do të çohesh puna atij komitet partie, por që sigurisht do kapesh edhe në kurth. Do manipulohesh dhe do të ishe shfrytëzuesi më I madh një komunist tjetër që ishte përgatitur, ishte dizenjuar që të vinte, jo vetëm me ata komunista shqiptarë që ishin në Tiranë, por dhe nga shumë ndërhyrje, sidomos me ata që kemi komshi këtu përballë, që ishte Jugosllavia dhe që janë serbë. Sigurisht me një ndërhyrje të jashtëzakonshme. Asnjëherë nuk u sqaruan mirë ngjarjet, u dënuan polic kot edhe njerëz kot, se sigurisht nuk ishte krejtësisht faji I tyre, ishin ekzekutorët. Por ata që kishin ngritur kurthin, ata që kishin përgatitur skemën për të vrarë njerëz dhe për të bërë të mundur pastaj shfrytëzimin e asaj ngjarje për të ndruar pushtetin në Shqipëri, janë dhe sot e kësaj dite
kush kanë mbetur gjallë, disa kanë vdekur, se kanë pas moshën për të vdekur, disa janë gjallë, rrinë si skutha aty. Disa erdhën deri në Shkodër, i thanë fjalët e tyre dhe asgjë s'u bën. Dhe disa vazhduan krimin me 21 janar të 2011. Këtë desha të them. Sigurisht që respekt për ata djemë që dhanë jetë, për ata që u plagosën, për një popull që e kishte seriozisht edhe sinqerisht. Edhe në një farë mënyre, si t'ju them tash, për tupër për faqet zezë, kemi edhe njerëzit që e kanë shfrytzuar. I kanë shfrytzuar në të gjitha anët e politikës. Ato veprimet me largimin e luleve, me marrëzirat e tatuazhet që bën demokracia këtu ke ne me njerëz të çuditshëm edhe të gati të një specie në vedi, ufologjie, të pastudiuar mirë edhe nga akademitë e botës, janë vetëm shenjat shëmtuara që akoma nuk ka kaluar idiotizmi politik në Shqipëri. Nuk ka kaluar bile në disa njerëz ekziston edhe është akoma i fortë. Po shfrytëzuesi më i madh, njeriu që ka shfrytzuar dhe ka marrë të gjitha pushtetet nga data 2 prill 1991, gjithë beneficet, pa drejtësisht, quhet Sali Berisha. Dhe ka vazhduar ta shkatërrojë, manipulojë, degradojë demokracinë për 36 vite rresht. Këtë desha të them miqtë e mi. Respekt për gjakun e derdhur dhe një urrëtie dhe vështirësi për ata që kanë shfrytzuar pikërisht këtë gjak të derdhur. Dakord miqtë e mi?